Gjatë një kontrolli rutin në pikën kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganor kanë ndaluar për kontroll një vetur që po hynte në territorin e Republikës së Kosovës nga Shqipëria. Gjatë kontrollit janë zbuluar aksesorë për telefona për të cilët ekzistonte dyshimi se ishin mallra të falsifikuara. Pas një ekzaminimi të detajuar, është konstatuar se produktet në fjalë shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Në përputhje me dispozitat ligjore të Kosovës, mallrat janë ndaluar, ndërsa ndaj personit përgjegjës është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore. Dogana e Kosovës bën të ditur se vetë gjatë muajit tetor në pikën kufitare të Vërmicës që lidhet Shqipërinë me Kosovën janë identifikuar dhe ndaluar një numër i konsiderueshëm i rasteve të kundërvajtjeve doganore. Gjatë kontrolleve janë zbuluar mallra të ndryshëm të padeklaruar, të fshehura apo të shoqëruar me dokumentacion të pasaktë me qëllim të shmangesë së detyrimeve ligjore. Sipas të dhënave paraprake, vlera e përgjithshme e mallrave të ndaluara arrin në shuma të konsiderueshme, ndërsa ndaj personave të përfshirë janë iniciuar procedurat përkatëse, administrative dhe ligjore. Në pikën kufitare të Vërmicës, që çdo ditë të sheh qindra automjete që lëvizin mes Shqipërisë dhe Kosovës, zyrtarët doganor mbetën në dijen e parë të mbrojtjes, duke kontrolluar çdo ngarkesë dhe çdo detaj që mund të fshehë një shkelje ligjore, thuhet në njoftimin e doganës së Kosovës.